Po mbyllet viti, por personat me aftësi ndryshe në Lezhë nuk kanë marrë ende shpërblimin e fundvitit prej 5.000 lekësh të reja të miratuar nga qeveria shqiptare. Kjo ka bërë që ato të protestojnë qendrën e partë mëngjesit përpara filialit të Postë Shqiptare, duke kërkuar disbursimin e pagesës së premtuar. Protestuesit shprehin se ndohen përballë vështirësive serioze ekonomike dhe se mos marrja e këtij shpërblimi bën të pamundur përballëmin e shpenzimeve bazë në prag të festës së fundvitit. Unë s'kam se as bukë s'kam këshpijare. Kishtet, unë nuk e di sa kishtet. Mos një njës dhe vetë. Apo më ble venë në mu, të e mjësa e për veti. E unë shë për uj. Ne i në mleu sot para post, për ashtu se shpërblimit që ka thënë kërministri, postën nuk ne jep. Kina vetë ke zyrët e bashkisë të gjë, atë thënë i kina shuki shërbimit social. Atë thënë i kina shuki postën nuk na përgjizë. Dhe në me ditë, kush e ka falë, ta dim. Na kërkojmë që të na ashtrujnë drejta jonë të tonëve këto. Ne do mos doshme kina, për ashtu se na që ta nuk pesim qëtë. S'kina që me pojtje. Në rratë që na pesim të, se sajnë që na ka dhënë e dirama, ne kena shumë të mos doshme, se ne s'kemi të ardhur tjetër, dhe përnaj unë shkova vetë personalisht të sësari, atje, edhe të bashkia e sësari më thanë ashtë të posta, unë nuk e di ku më në ku. Ku të nëgohet? Posta thonë nuk e nëtë. Ato thonë në kene shu, unë zi ku më në ku. Ishtë me shku në Tiranë, dhe Tiranë më të shi. Ku shkoj? I kene shumë të mëzoshme, në shpresim të ardhë tjetër, s'kene të ardhë tjetër për këtë shkun vetë. Unë kam një shpic mund që janë invalida. Unë jam ajo që i shërbej familjas teme. Pensionet e familjas teme janë 100.000 lek vjetra që nuk i dalin as për ilaçet. Unë kam marrë me mosh problemet për festat e fundvitit. Për Krishtlindje nuk na ka marrë as një problem. Për vitri, posta nuk po na jep. Sa të marrë lekt, unë kam me pagu borxhin ilaçeve të mia. Shteti nuk menon personat me aftësi të kufizuar me shtu pensionet. Si do e bëm, do të thëmë gjithmonë normal. Si ertja, normal. Nuk kena me qa me festu. Në lidhje me situatën e krijuar, përfaqësues të Postë Shqiptare në Lezhë bën me dije se fondet përkatëse nuk janë kaluar ende nga thesari i shtetit, çka ka shkaktuar vonesën e kryerjen e pagesave. Sipas tyre, shpërblimi do shpërndahet më njëherë sapo fondet janë në dispozicion të institucionit.